Dallgët e detit të trazuar përpi në pak minuta një 14 vjeçar në Vlorë tek Salahi. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 10 në zonën e njohur si Ujë Ftohtë, përballë shkollës së Marinës, ku adoleshenti Endri Bejkotara u mbyt në det. I riu u transportua me urgjencë në spitalin e Vlorës, por nuk mundi të mbijetonte. Edhe pse ai u nxorr me shpejtësi në breg nga një pushues, fatkeqësisht ishte tepër vonë për 14 vjeçarin. Isha nan, pothuajse i vetëm, ati afër meje që një qup, më bërtiti, o xhaxhi po mbytet një tupi në det. Po duhet ta kisha një 50-60 metër lak, edhe u isha në thellësi që nuk më zini këmbë tokë. Ika sa vajda unë, llogarit 50-60 metër të shmenot, në thellësi, ai ishte në momente që binte poshtë. E kapa, i vetëm, i vura dorën poshtë, një dorë tute koka, sa e nxorra këtu afër i ula këmbët. Pasaj këtu afër kur e nxorra edhe në ndim, po për mua kishte rënë që te i thellësi kur e kapa unë. Se momente që unë drejtova ta nxirja nuk jepte shenja që të më thesh. Fati keq ishte që unë spat edhe njëri tjetër afër që ta merr llogarit ta sjellësh vetëm nga andaj e këtu. Ishte vështirë në ujë. Ai duhet kishte të jatin dhe një djalë të vogël këtu. Ma do mendjet e buza. Po atje tutje ishte i vetëm. Dëshmitarët tregojnë se 14 vjeçari nuk do të kishte këtë fund tragjik, nëse në plazh do të kishte roje bregdetare, një problem që i shqetëson të gjithë pushuesit. Jo dha ndihma gjithë, po ama, po qëse do kishte qenë roja aty, do kishte qenë më saktë. Çfarë roje plazhi nuk njeh fare, po ne s'kemi pastërtinë e plazhit, jo të ketë roje plazhi këtu. Nuk ka roje plazhi. Jo, nuk ka fare jo. Fare jo. Jam këtu, nuk ka. 14 vjeçari nuk është viktima e parë e detit për këtë verë. Dallgët e Adriatikut kanë marrë disa jetë, kryesisht qytetarë nga Kosova të cilët vinë të pushojnë në Shqipëri. Edhe në Durrës e Velipoj, roja bregdetare mungon, duke shtuar edhe më shumë rrezikun dhe pasigurinë për pushuesit.